Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës ve prioritet rrethin e Pukës ndaj fton kandidatët për student të aplikojnë për të qenë pjesë e këtij universiteti, si mundësi e arsimimit për të siguruar një të ardhme të sigurt. Diplomati i njohur Lisan Bashkurti, njëherët rektor i këtij universiteti, së bashku me themeluesin e Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës, doktor Admir Mulaj, zhvilluan sot një takim me maturantët e shkollës së mesme, ndërsa përmes Puka Televizion ata drejtuan dhe ftesën ndaj të rinjve pukian që të bëhen pjesë e UNT. Kemi ardhur sot nga Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës në qytetin e Pukës, në një nga vendet më të bukura nga pikpamja natyrore, në një nga regionet me traditë etnokulturore më të lashtë të qëndrueshme të kombit shqiptar, në një prej hapësirave me mundësi të jashtëzakonshme të zhvillimit ekonomik, biznesor, turistik, në një hapësirë ku bashkohen bjeshkët me liçejt, lumejt, me pasuritë natyrore, tradita e Shkodrës, me trimëritë e eposit kreshnikëve dhe mbi të gjitha vlera, ajo që quhet vlera karakteristike e popullit pukian. Nga të gjithë universitetet e tjera, është vetëm Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës që ka konsideruar dhe konsideron Pukën dhe gjithë rrethinat e saj si një zonë prioritare. Për arsye se Puka i ka dhënë më shumë kombit shqiptar se sa Shqipëria i ka dhënë popullit të Pukës. Këtu kemi një zonë ku vlera natyrore, pasuritë nëntoksore, tradita e mikpritjes, kultura, etnografia, gastronomia, mundësi turistike, pozicioni gjeostrategjik, lidhja midis Shqipërisë dhe Kosovës mund ta bëjë shumë shpejt një nga zonat më të rëndësishme të zhvillimit ekoturistik, ekonomik e biznesor të popullit shqiptar. Që të realizohet kjo strategji të dashur bashkëqytetar, miq dhe kolegë të Pukës, është e domosdoshme të që zhvillohet universitarizmi, shkolla, arsimi dhe kultura. Këtij vend nuk i mungon asgjë. Ky vend ka nevojë vetëm për më shumë dituri, për më shumë universitarizim, për më shumë kulturë, për më shumë menaxhim, për më shumë aftësi biznesore e zhvillimi. Dhe prandaj sot kemi bërë një takim në gjimnazin e Pukës me maturantët, me mësuesit, me drejtuesit e gjimnazit, por jo vetëm me to, por edhe me drejtues të bizneseve, të televizionit dhe personalitetet të tjera të qytetit. Qëllimi i Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës është që të krijojë perspektivë studentëve të Pukës. Dhe këtë perspektivë ne ja ofrojmë në 6 drejtime themelore. I pari është drejtimi i zhvillimit ekonomik. Në universitetin tonë studentët e Pukës mund studojnë për ekonomi, për menaxhment, për biznes, për financë, për marketing, që janë fusha themelore të cilat do të mundet më në fund që burimet natyrore, resurset e këtij vendi t'i kthejmë në prosperitet ekonomik, që Puka të lërë pas historinë e poemës Mjerimit të Migjenit dhe Puka të bëhet laboratori i zhvillimit dhe prosperitetit ekonomik. Së dyti, kemi fakultetin juridik, është fakulteti i drejtësisë, fakulteti i sundimit të ligjit, dhe ky vend, që është një nga vendet më të rëndësishme të Shqipërisë, që është vendi i pajtimit, që është vendi ku 97% gjithë Shqipëria digje këtu është ruajtur paqja, është ruajtur mirëkuptimi, është ruajtur disiplina dhe respekti për kushtetutën dhe ligjin. Ky vend e meriton të prodhojë jurist, sepse janë me të vërtetë me edukatën dhe me kulturën e respektimit të zakonit dhe të ligjit. Ne kemi fakultetin e shkencave të kompjuterike dhe teknologjisë informative. Po kjo është një pikë e veçantë e digitalizuar në një Shqipëri që është një terr digital. Ne tash ndrojmë Pukën në një qendër për digitalizimin e Pukës dhe gjithë Alpeve të Shqipërisë. Për këtu neve do të fillojmë seminaret dhe konferencat e para që do bëjmë si Universitet Ndërkombëtar, duke thirrur ekspertët më të mirë të universitetit tonë, studentë dhe profesor, ekspertë të Shqipërisë, të rajonit, nga Europa, nga Britania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të shikojmë se nga Puka ne mund të fillojmë procesin e digitalizimit dhe të revolucionit teknologjik që duhet të bëjë Shqipëria. Ne në universitetin tonë do t'i krijojmë shanse rinisë së Pukës, djemve dhe vajzave pukiane, që të studiojnë shkenca sociale, psikologjike, shkenca edukimi. Këtu ka ardhur mësuesi Math Migjeni. Këtu duhet të rriten mësuesit e mëdhenj si Migjeni. Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës ka fakultetin më të mirë të shkencave të edukimit, të psikologjisë dhe të pedagogjisë, dhe kemi nevojë që me të vërtetë të edukojmë një brez
që të ketë kulturë, filozofi, mentalitet dhe tradite europiane. Neve kemi fakultetin e shkëlqyer të infermierisë dhe të farmacisë, i cili është një fakultet nga më të mirët që ka Shqipëria. Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës është universiteti juaj. Është universitet që dëshon të shndrojë Pukën një nga qendrat më të bukura, një nga perlat zvicerane të Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit. Unë kam kënaqësi të veçantë që t'i jap mikrofonin kolegut tim të nderuar, themeluesit të Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës dhe drejtuesit të universitetit, doktor Admir Mulajt. Pranë Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës ekziston programi i financimit të studimeve. Çdo studenti i japi mundësinë të përfitojë financim studimesh nga kompania që e financon universitetin, e cila sot po realizon edhe hidrocentralin e Kabashit, dhe është fakt që edhe vjet ka patur student nga komuna rreth Pukës, të cilët zhvillojnë studimet me financim të plot pranë Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës. Dhe kjo është një kënaqësi e veçantë dhe për këtë jam edhe unë krenar për një kontribut sa do të vogël në shoqërinë civile të qytetit dhe rrethinave të Pukës. Njëkohësisht, pranë Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës mund të përfitojnë nga programi financimit të studimeve të gjithë studentët që kontribuojnë në shoqëri nëpërmjet artit, kulturës dhe sportit. Dhe në veçanti të gjithë ata që marrin një vërtetim nga njësia Lagjës Kubanojnë ose Bashkia Pukës kanë mundësi përfitimi deri në 40% ulje të tarifave zyrtare. Njëkohësisht të gjithë studentët që kanë për ekselencë akademike, domethënë numrin e pikëve të larta mbi 4200 pikë janë automatikisht përfitues burse nga 20% deri në 80%. Dhe këtë mund ta konsultojnë fare lehtë nëpërmjet faqes tonë zyrtare të internetit unt.edu.al ose nëpërmjet rrjetit social të Facebookut Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës. Dhe unë ju ftoj që gjithë prindrit të jenë të qetë në lidhje me akomodimin e fëmijëve të tyre në Tiranë. Zona jonë është zonë universitare, nuk është zonë industriale, domethënë duke me qenë se ndodhemi në trekëndësh midis bulevardit të Shmorët e Kombit, Parkut Kombëtar dhe qytetit studenti, Universiteti Ndërkombëtar ofron edhe apartamente me qira të lehtësuara me gjitha kushtet deri në ngrohje dhe ftofje, dhe njëkohësisht duke qenë edhe universiteti afër garanton zhvillimin sa më normal të jetës studentore. Unë ju ftoj dhe ju garantoj që fëmijët tuaj, kandidatët student dhe studentët do të jenë shumë të kënaqur me Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës.